po përdoret dhe për luftën hibride, të cilën ishte zoti kryeministër i cili e nxorri si le të themi si arsye kryesore për organizimin e këtyre protestave, dhe është zoti kryeministër ai i cili po bën këtë luftën hibride. Nuk do të harrojmë që në rrjetet sociale u shpërndan foto të gjeneruara me AI për autobusat e famshëm grek dhe ju dha hapësirë televizive nga gazetarë shumë serioz dhe prime time, duke i nxjerrur jo në rrjetet sociale tani më, por në televizor, në studio me analist. Dhe kjo është ajo pjesa e luftës hibride. Lufta hibride është nxjerrja nga politikan pranë qeverisë të makinave me targa serbe që rezultonin që ishin jo më pak se sa grupet televizive të Reuters dhe agjencive të tjera ndërkombëtare. Pra ne po shohim, ose e fundit është faqet të cilat po hapen. Një nga faqet është Rama Out, e cila pretendon se po mbledh firma për të larguar Ramën nga pushteti, por nga ana tjetër kërkon dhe pagesa dhe donacione nga qytetarët në mënyrë që të mbështesin protestën. Një gjë e tillë nuk ekziston, pra nuk ka një grup i cili kërkon para, dhe kjo është faqe shoqërohet me faqet e tjera, e cila mundohet të fusë përçarje mes protestuesve, duke i etikituar ato si të majt, si të djathtë, si duke deklaruar që kjo faqe i përket X ose Y grupi politik, por në fund të ditës të gjitha këto faqe menaxhohen nga një dorë e cila don të përçajë protestën, dhe arsyeja kryesore se qëllimi i tyre është që të largojë njerëzit nga shtetet, nga sheshet. Dhe deklaratat e kryeministrit tani, dhe sidomos të Tavlan Badhës, janë bërë një çik edhe qesharake. Pra deklarojnë që në sheshe maksimumi janë 1500-2000 persona. Nga ana tjetër deklarojnë që influencerat shkojnë në sheshe thjesht për të rritur numrin e like-eve dhe të followerëve. Pra nëse influencerat shkojnë në sheshe për të rritur followersat, i bie që sheshet janë të mbushura, e para, dhe e dyta, i bie që i gjithë populli është kundra kësaj klase politike, sepse po mos të ishte kjo të gjithë këto followers, në vend që të merrnin të gjithë këto VIP-a, influencera, në vend që të merrnin follow, do humbin follow. Dhe ne po shohim që ato që po humbasin ndjekës janë ato personazhe publike të cilët nuk janë bashkuar protestës. Tani më ne shohim që edhe 100% e spektrit mediatik u bashku me protestën, në kohë që të pakta ishin ato media televizive dhe portale të cilat mbështeten këtë protestë në 3 ditët e para. Dhe ju, në fakt, ashtu sikur se e thatë edhe për faqet online, çfarë keni zbuluar konkretisht? Nga gjitha kërkimet që unë kam bërë, jo unë thjesht si Besmir, por edhe kolegët e tjerë që merren me fushën IT-s,